Kampionati në ligën e parë të volejbollit në kategorinë e meshkujve ka vazhduar edhe këtë fundjavë me ndeshjet e xhiros së tretë në fazën e play-offit dhe të play-out. Në fazën e play-offit janë zhvilluar vetëm 2 ndeshje. Në Veles, Boreci ka shënuar fitore 3-0 kundër ekipit Universiteti Tetovës, ndërsa kampioni në fuqi, klubi volejbollit Strumica, befasisht ka shënuar fitore të ngushtë kundër ekipit të Sushevës 3-2 në sete. Ndeshja mes Rabotničkit dhe UGD Shtipi është anuluar. Në fazën e play-off, tabelën vazhdon të kryeson i vetmuar UGD Shtipi me 37 pikë para Borecit që ka 35 pikë. Universiteti Tetovës është i gjashti me 20 pikë. Në fazën e play-out, 2 skuadra tetovare, Shkëndia Tetovës dhe Liria Zherovjanit, kanë regjistruar fitore të sigurta. Shkëndia në Tetov ka fituar ndeshjen kundër Janta Volej 3-0 në sete. Për ekipin kuqezi ishte kjo fitoria e tretë radhazi në pjesën e dytë të kampionatit dhe me 23 pikë mban pozitën e 7 në renditje. Fitore të sigurt dhe atë në transfert kundër Makedonia Gjio në Strumic me rezultatin 3-1 në sete, duke vazhduar të mbaj pozitën e 8 në renditjen e tabelës.